Mbaje një shënim, ja maska me hudra që zhduk rrudhat për gjithmonë. Hudra është një antioksidant i shkëlqyer për shëndetin tuaj. Për këtë recet ju duhen këta përbërës: hudhër, argjile bardhë, mjaltë dhe ujë të ftohtë. Hudhrën merreni dhe shtypeni derisa të krijohet një lloj paste. Shtoni në të një lugë çaj mjalt si edhe një lugë gjelle argjilë të bardhë. Përzieni që të gjithë përbërësit së bashku dhe më pas sigurohuni që flokët i largoni nga fytyra dhe më pas ta aplikoni këtë përzierje. Lëreni të qëndroj për 10 minuta. Më pas shpëlajni fytyrën tuaj me ujë të ftohtë dhe fshiheni me peshqir. Ky trajtim mundet që të përsëritet çdo ditë dhe rezultatet që do të keni në lëkurën tuaj do të jenë të dukshme brenda pak kohëve dhe vërtet do të jenë befasuese.